Përshëndetje miqtë e dashur, ju përshëndet Dangeli nga Diaspora Flet. Përndryshe ju përshëndes edhe nga mali, se na qitën mal shpionat. Shpionat shqiptar, jo serb, por shqiptar, me emra shqiptar. E po është një gazetar Gazetës Nacionale, mos gabofsha. Miq, çfarë mlefi, çfarë urrëtie, çfarë shpifje me dosjet të Shehollit, shpion Shehollit, e akuzon Albin Kurtin, se qa ka bo, ju lutem. Vetëm ta ndëgjojmë dhe diskutojmë së bashku, se në fund i kom përgjigjet e mia, do mantojmë këtë faqezi. Që kjo është i klan Kosovës, 100%. Nuk e njof, nuk e di kush është, as më intereson me njof për herë parë dje. Po çfarë reviste, çfarë kësi interviste ka dhonë kë, Runa Zomiq. Tëna mund me konë dhe shqiptarës mund me konë. Shkojna me që lutem. Sot ka dollë në media akt akuza e plot për Fatmir Shehollin, i cili dyshohet për spionazh. Në atë akt akuzë, të cilën e ka dhe Gazeta Nacionale, Albin Kurti përmendet 3 herë. Nëse mund është, hajde që të veç të pjesa me vërtetu që përmendet 3 herë. Okej, për shkak të sigurisë, vetëm këtë pjesën që përmendet 3 herë, pra është emri Albin Kurti, 3 herë. Shërë me shka merë me shtë dashtë. Çka thot në akt akuzë për Albin Kurtin? Sa ke mendu të që i pritet mirë me folë për Albin Kurtina? Atrathari kombit? Ti ke prit që ja i folë mirë për Albin Kurtina? Ti ke prit që Serbia punon edhe folë mirë për Albin Kurtina? Shkojna me që? Sepse eksponent televizëve të vendosje, ashtu që shbojnë gjitha subjektet politike jo demokratike, dëshirojnë që kritikët me i hesht, kritikët e qeverisë, duke thonë që ata që e diskreditojnë figurën e Kurtit, kënë se punojnë për bian serbën. Tu i fillu prej teje, e gjithë ata, Berate, Murate, Hasana, Hysene, këtë ata, s'pëdu as emnin me aformen, se më nditin gojen, jeni ju që punoni për, pa tjetër. Shumë e vërtet është kjo. Ja ke qëllu, bravo të koftë. Në akt akuzë bëhet fjalë për diskreditimin e figurës së tij në vitin 2001 në burgjet serbe, sepse është strategji e shërbimeve sekrete, njëherë të diskreditojnë me ndonjë material që e kanë për ty dhe pastaj të rekrutojnë. Por nuk ka qenë çështje objektit të prokurisë speciale se është rekrutuar Albin Kurti apo jo. Nuk është për çështje objektit, por të hetimit. Por atë përmendet se Sheholli ka pas komunikim me zyrtar të sigurimit shtetëror serb dhe Albin Kurti përmendet kështu, po e parafrazoj fjalën. Ngone mish, ne lutem. Ngone. Për fjalë. Nga analizimi i dëshmisë në telefonin celular iPhone i sekuestruar nga i pandehuri Fatmir Sheholli, analizimi i fotografive imazheve të ruajtura në telefonin e tij, në folderin e tij, fotografia me numër 2, me numrin bla 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 bla, pasqyron një dokument plani Lepter, i cili është nga shefi i sektorit 3 të sigurimit shtetëror serb RDB dhe përmban një plan operativ për kompromentimin e Albin Kurtit, derisa ishte në burgun e Nishit. Për shkak të sigurie nuk muj me kthy kamerën te akt akuza, cilën unë po e lexoj, po e dim prokuroria speciale, dhe unë e marr përgjegjësinë për këtë që po e them. Pra edhe një herë, sigurimi shtetëror serb dhe përmban një plan operativ për kompromentimin e Albin. A peshe edhe vetë që po thuaj lope e gjallë. E ma një plan sekret për kompromentimin. Pa a kanë mujt. A kanë mujt o shpifs, o ignorant. Unë të ta dokumentoj. Shkojna me që. Kurtit, derisa ishte në burgun e Nishit. Pra jo kompromentim tash, po sa ishte në burgun e Nishit. Nga analiza e dëshmisë, përkatësisht dokumente të emëruar Lepter gjetur në telefonin e të pandehurit Fatmir Sheholli, rezulton se bëhet fjalë për një dokument të përpiluar nga strukturat e sigurimit shtetëror të Serbisë në vitin 2001, i cili përshkrua një
plan operativ për kompromentimin dhe rekrutimin e Albin Kurtit gjatë kohës së vuajtjes së dënimit në burgjet e Serbisë. Kompromentimi dhe pastaj, nëse është e mundshëm, rekrutimi të bëhej sa ishte në burgjet e Serbisë, jo sot në vitin 2026, pse ne ja kritikojmë. Ngërë dashëm levin, o faqe zi, o shpirt zi. Apo thot dikun që i kanë rëkërtu, apo që i kanë këthy e kanë shëptor tyne. Pse po shpiv, more? Normal që ti pagush pe i shehollet, normal. Pare me thas. Vazhdo. Që të kalzene. Ministrinë e Drejtësisë atë infrastrukturës atë çka po di. Vazhdojnë te 3. I Pandeuri e ka pranuar Fatmir Shehulli gjithashtu se një dokument të njohur si leptiri, një plan operativ i shërbimit sekret serb për diskreditimin e Albin Kurtit, i cili në atë kohë ishte në burgun e Nishit. Të 3 herat ku përmendet Albin Kurti, prokuria speciale është siguru me spjegu që bëhet fjalë për burgun e Nishit për vitin 2001, ja kishte dërguar drejt për drejt Bojan Dimiçi në telefon e tjerë. Pra këtu janë 3 herat kur përmendet Albin Kurti. O ta morë zoti shpirtin ty. Të në 3 afera që Shehulli ka dash me bo me shkije për Albin Kurtin, me shantazhu Albin Kurtin. O shpioni Serbisë, që po mështirë me në zonë hasëm me gojtem. Ti na ke në zonë neve hasëm. O shpioni i Serbisë, më shpif. Për këthej mirë, pe Shqipës Shqip, se poble kujtojnë që për i me, po ne që të kuptojnë në klonë ty me gëny, o faqe zi, o ignorant. Kur bëhet fjalë për diskreditimin e figurës ti, komprometimin e figurës ti, që me sjellë rezultatin e rekrutimin e figurës ti, bëhet fjalë për vitin 2001 dhe... E a ka sjellë rezultate? A ka sjellë rezultate o qetnik? A ka sjellë? Po, se e kthejurën e Ibrit, e kthej Mitrovicën, po. I një ku shkjet, ta një ku Radojqiqin, po. Po pozitiv, jo negativ, si kur po mendon ti. Shkojna meq? Bëhet fjalë për burgun e Nishit, pra nuk bëhet fjalë për kritikat e qeverisës ti sot, veç deputet budallenj edhe eksponent tjerë të vetëvendosjes budallenj mundën me lidh këtë tendencë të shërbimit sekret serb për me rekrutu një personalitet të Kosovës duke diskreditu sa ka në dur të veta, pra në vitin 2001, me kritikat e vitit 2026, a 2056, a 2100 mas nesër. E krejt këta deputetë e vëvës, komponente e Albin Kurtit, 2100 për diti. E ngotash, o shka i shkat. Ngotash. Gjikatë që jashkin, kur ka dash me dhenu, goti e di shumë mirë sërbishte në faqe zi. Shkojna meq? U to vreme. Međutim, on je 27. aprila 1999. godine uhapšen od strane policije, lišen slobode i priveden kod mene kao istražni sudija da postupam po zahtjevu za sprovođenje istrage jer je tužilac, okružni javni tužilac prilikom uzimanja ličnih podataka, s obzirom na njegovo izjašnjavanje i koje podatke je iznosio i da je tražio isključivo da se unese čiji je državljanin, odmah sam došla do zaključka da je on ekstremni nacionalista. Šta je on po nacionalnosti? Je rekao da je Albanac. Kad sam ga pitala čiji si državljanin, kaže Republike Kosova. Znači, aprila 99. godine. A pësheo gjak shka, a pësheo gjak prisht, a pësheo faqe zi, o mashtrus, o shpifs, që s'ka njëre që e shantazhon Albin Kurtin. E kanë rej, e kanë myt, e kanë gri,
e s'kanë mujtë me shantazhu. E del bëtha jote pa la, bre, petiti, s'po më i flas para kamerave. Se njeri ma të poshtër, ti po javë kaleshe këtyne tjerve. Po normal se pagush për këtë punë, pa tjetër. Absolut. A Serbia nuk ka mujtë me kompromentu. E bëtha jote këtu më thonë, delti hanë mut, jo kështu dhe na fundon neve. Shkona. Ti të regojmë ti që nefi. Ja mu kažem, rekom, ta država ne postoji. Mi imamo autonomnu pokrajinu Kosovo i Metohiju u okviru države Srbije. Ne kaže. Ja ne priznajem, kaže, državu Srbije, to je okupatorska, srpski narod je okupatorski i ja sam državljanin Republike Kosovo. Goje o qetnik, goje o majmun, goje ignorant. Unë nuk e njof thot Republikën e Serbisë, unë e njof Republikën e Kosovës, unë njof shqiptar. Si të vjen turp prej familjes tonë me dalë me gëny aty, për një ashtë ol pirs. Si të vjen turp. Për një ashtë, se jo më shumë, vetëm për një ashtë e shetë bëthën, dhe në të ilpin për televizori. Është turpi i botës. Unë dytërova me bo këtë video, se në kështë ofendu, kështë ofendu kryeministi mas pare, deputet, tani votust. O, ashtë lëpirës. A peshe kush është Albin Kurti? A kitë kjartash? Nëse se këtë ditë, mësoa. Shkojmë se ala e demontojnë këto, shkojmë. Qështu ti Pilip, që shpe thamone për dhëtë kjo agje, edhe njëherë. Ajo, u krykje, s'ka ma shumë. Sam državljanin Republike Kosovo. Qyra ka dhe jemi? S'ka më. Që kjo, qështu o qetnik, që kjo është o zotit ty të shkatërroft, që i përmënosh me shkatëru Kosovën. Me paret tona, që pagu është ti, edhe paret për Serbis me thasë, se për neve merë një rogë normale. Kurse nga Serbia, me thasë, të herë qetnik, kur dash me kritikue, kish kujdes, që ka po folë, mos ofendon kërkon, që s'të ofendon kërkush. Mirë të dashë, unë i përshëndes nga diaspora flet, mirë po shumë vite radhës. Me të vërtet nuk dashta e bo këtë video, vetëm kur e ndëgjova, të shpif, të i rrejt, për Albin Kurtin, për neve, kjo është e papranueshme. Se qëta zagar, qëta qetnik, qëta klish Serbis, na kam prue punën sot që kenë në Kosovë. Duke dezinformu në programe televizive, duke shkru gazeta, të pas qena, të pas sakta, e kam pru Kosovën ku sot. Unë mi që dhe neri përshëndes nga diaspora flet, mirë pafshëm në videot e radhës. Miq, të shqyqojmë pak një natyrë, qëtë pak, sa për më mëllëzu pak se përbes, që qare s'pata, s'ki qare të pa dal njerin mal, për shpionave shqiptar me emën Shqip. Miq, edhe neri përshëndes, ju dua fort, mirë pafshëm.